frikësove. Kur i shok të dritare të hapur nuk mund të rezistoj. Ti e di që do vi. Yaman. Kjo është shumë e bukur. E pash diku dhe më kujtoi neve. Tani po largohem unë. Unë të dua ty. Edhe unë të dua ty. Mos ha të gjithë çokoladën. Më lër pak, do ta ham bashkë. Në rregull. Shpresoj se do të jetë më mirë për të jetë në shtëpi. Ndoshta do edhe ai. Ai do të bëhet mirë, Bi. Mos u shqetëso. Djali im është i fortë. Më falni, unë duhet të kujdesem për zot Riborën, prandaj ju kërkoj të largoheni. I dashur baba, eja të dalim. Punë të mbarë, zonë. Faleminderit. Bi, unë jam lodhur. Do të shkoj të pushoj pak. Baba, ti do të flisje me zotri Omerin. Arritët të zgjidhni problemin mes jush? Po e rregulluam. Partneriteti ynë do të vazhdoj. Por askush nuk duhet ta di që ajo po vazhdon. Për çfarë? Ateshi, po shkakton probleme për shkak të lidhjes me Melihun. Kjo është arsyeja pse ti do të më përfaqësosh mua në fabrikë. Ti do të jesh sy dhe veshët e mi. Në rregull, baba. Natën e mirë. Natën e mirë. Si shkoj, a u kujdeset për të? Ne e bëm, vëlla, i shkatruam të gjitha gjurmët e rrotave. Duket sikur asgjë s'ka ndodhur buzliqenit. Gjithçka është e pastër atje. Mirë, në rregull. Vëlla, por ka një gjë. Këtë e gjetëm aty ku e lidhëm me Lihun. Pyeta për rreth, por nuk është asnjëri prej nesh. Mendova se do dëshironi ta shihni. Okani duhet jetë përpjekur t'ja pres litarët me Lihut. Nuk ka rëndësi, ti mund të shkosh. Në rregull, vëlla. Hajde, hidë këtë në plera. Edhe unë po e kërkoja këtë. Po pse e more ti këtë zotri Bekir? Po e kërkojnë. Po, kjo është nga tikat e koleksionit special të zonjës Bade. Shiko,
Këtu shkruan marka. Përdori këtë thikë kur gatuan të për vete. Atër ma jep mua ata. Që kur e di e ti këta? Sa po mësova dhonë. Ateshi është një djalë i zgjuar. Ai nuk do të bëjë diçka pa menduar. Nëse ai ka vendosur të martohet, partnerën që ka zgjedhur është e përshtatshme për familjen tonë. Baba, mos mi thuaj mua ato fjalë. Ti e pranove këtë marrëzi sepse unë të dola kundër. Mos më provoko me djalin tim. Ndaloj këtë gjë. Thuaj jo. Ndalo, të lutem. Nuk mundem. Djali yt mori vendimin e tij. Gjithashtu, më pëlqen edhe Feraja. Aja është një vajzë zgjuar dhe gjithashtu e bukur. Nuk u habita që ai e donte atë. Djali im udhtoi në tërë botën pa shumë gra të bukura. Kjo do të thotë se lulja e tij ka aromë më të këndshme. Gjithashtu, nuk ka asgjë për të bërë. Feraja do të jetë nusja jonë. Do të shkojmë ta kërkojmë dorën e saj. Ne do të bëjmë një darsën që na përshtatet. Unë nuk shkoj në shtëpinë e një shërbëtoreje. Nëse shkoj unë, do të vish edhe ti. Nëse fillon të shkaktosh ndonjë telash, atesh do të largohet se më parë. Tani që është i bindur të qëndroj, të sugjeroj të heshtesh më mirë. Djali im nuk do të shkoj asgjë kundi, absolutisht. Vërtet? Po. Po sikur të mësoj se e ke gënjur se ishe e sëmur që të ktheje në shtëpi? Ha? Ai do të largohet pa shikuar prapa. Do ta bësh edhe këtë mizori? Ndaj meje, baba? Unë do t'i bëj çdo gjë për çdo që i kalon kufit. Thua se ky djalë dëgjoj që Melihu ishte në duar tona buzliqenit, ndërsa ti po flisje para derës, apo jo? Sinqerisht ju them kështu e tha kur e kap ato. Në rregull. Pastaj pasi u larguan nga këtu, ai shkoi në shtëpi me gjyshin e tij dhe nuk na ndoqi. Pra ky maniak erdhi përsëri në shtëpinë tonë për të marrë këtë thikë? Kur pra? Dhe pse e mori thikën? Nga e dinte ai se Melihu është i lidhur. Le të themi se e dinte. Ndoshta e kishim vrarë deri atëherë. T'ju them të drejtën nuk e kam iden, por ka filluar të merr re keqe kjo punë. Ka diçka të çuditshme në këtë çështje. Ka. Bekir. Urdhëro zotri. A është liruar sarp nga burgu? Po e kanë liruar. Ajo është parë herë të fundit në Istanbul diku. Askush nuk dëgjoi për të gjatë herë. Mirë. Kontakto me të. Unë kam nevojë për të. Nuk jam i sigurt nëse do të vinte. Do të vi. Vetëm ti gjeje. Si të urdhëroni, zotri. Zotri Atesh, ju më keni thirrur? E di që u zemërove me mua, por mendova se të gjithë e dinin tashmë. Përndryshe nuk do ta thoja, nuk do ta kisha hapur gojën. Ti e konsideron veten shumë të zgjuar apo jo, Xhamila? Por nuk je edhe aq shumë. Ti vepron pa menduar për pasojat. A të ka mërzitur në ime?
Gjemile. Këtë do të them njëherë. Nëse e lëndon dikë në familjen time, unë nuk do t'jem përgjegjës. Ti nuk më njehen dhe mua. Ta kesh të qartë. Do të shndrohem në një përbindësh. S'do të kem as pak mëshirë, as për ty dhe as për vajzën tënde. Do të gjek gjithçka. E di se çfarë don ti bësh Ferajës. Faleminderit Zotit. Faleminderit Zotit që ajo tha se do të fliste me ty. Përndryshe. Nuk e dija që do të kishit një fëmijë, mendova se i ndodhi asaj diçka. Ky është një vend i vogël dhe thashë të Tani e di. Gjithashtu e di edhe për mua. Që tani e tutje. Nëse bën diçka për ta shqetësuar Ferajën ose nënën. Diçka të vogël nëse mundohesh. A e kuptove? E kuptova? E kuptova. Si do të thoni jo, ashtu do jetë. Natën e mirë. Thash se nuk mund të rezistoj nëse lë hapur këtë dritarë. Nuk do të rroj do të vi. Do që ndodhi. Sot ndjeva marrje meq plotësisht. Ju a vërtet I keni goditur njëri tjetrin me thing nga pas shpine? Feraje dhe intriga. Më parë më duke shumë e mërzitshme. Ose I gjen vetës një argëtim tjetër? Kjo është e pamundur kur je ti këtu.
Sur nuk e kuptoj as pak. Mirë, i lodhur nga ferraje dhe undave me të, por përse të martohesh me Alenën? Në vend që të shijosh jetën e të qenit beqar? Për shembull me ty? Për shembull? Pra ti po vjen drejt me, a? E di çfarë? Hormonet e mia të egre kanë ditur gjithmonë se sa i pashëm je. E kupton këtë? A të dhem dora shumë? Jo. Atëherë kjo nuk do të na pengoj të kalojmë mirë sonte apo jo? Hazalli nuk është e atë kun sonte. Do shkoj të marrë çantën time atëherë. Shiko, ka shumë hardhucët të Arizonës përreth, dhe të gjithë i kanë syt nga ti. Është e qartë se po i tërheq shumë ato. Ki kujdes, të mos kapesh. Rifresko pijen, unë e paguaj. Nuk ngrëni përsëri, ha? Po, hëngri vetëm pak. A e hapi derën e peta? Ajo e hapi herën e fundit kur po sillte një tabaka. Kërkoj një libër nga kati i poshtëm, kërkoj dhe aparatin e kafes. Dera është e mbyllur. Që atëherë pra? Është mirë atëherë. Po, por ajo shumë pak po ha. Kam frikë se ajo të dobësohet dhe së muret. Sotratesh. Nëse doni, mund ta provoni. Mirë, Nesrin, faleminderit. Unë do të kujdesem për ta. Nën? Nën, më thuaj diçka. Jam shqetësuar për ty. Oh, Gülfem, sa kohë mund të qëndrosh brenda? Mirë. Mirë. Nuk do t'insistoj në rregull, mos u shqetëso. Pa shikohet këtë, edhe që unë shtika njolla, po kjo vajzë nuk ka Yasemin. Në fund do t'ja gjej të metën edhe asaj. Eja këtu, eja vajza ime dashur, eja këtu ta shohim. Shiko, e suksesshme, a? Pra? Gjysh, si të da nxjerr pjesën e vuralit nga buxheti i përgjithshëm i fabrikës? Mos u shqetëso për të, unë do të kujdesem për të. Dua të them, gjysh, ateshi do të vite të më pyes për këtë përfundimisht, si e keni ndarë, dua të them, sa keni nxjerr, më do të krijoj një buxhet, ose ndryshe. Tani për tani nuk ke nevojë të tregosh asgjë. Vetëm shiko korset e reja, do të informosh me rrethanat. Mirë. Ç'është okay? Mirë, mendoj do ta bëj unë, vetëm. Çfarë ndodhi? Nuk zbreta sot madhëria e saj? Madhëria e saj është në dhomën e saj. Nuk thot asgjë, nuk ha asgjë, as pak. Ajo duhet të ketë ushtime të shëndetshme në sirtarin e saj, mos u shqetëso. Gjysh, je shumë i ftohtë. Le të themi se e njoh mirë familjen time. Ajo e do veten. Ajo nuk do të heqë dorë nga gjithçka. Unë do të ngjitem lart dhe do të flas me të pastaj. Ajo do të më hap derën. Gjithsesi do të shkojmë dhe kërkojmë vajzën. Mos e detyro, lëre të bëj ata që dëshiron, të lutem. Nuk ka asgjë të tillë. Nëse them kështu, ajo do të vi. Ne do të shkojmë si familje. E thire përsëri Emanin? E thira nuk u përgjigj. Zoti më ndihmoft, Zot. Çfarë po bën ky djalë për ditë të tëra? Ku është? Nuk e di, ndoshta ai thjesht donte të ikte. Donte të largohej.
Më thuaj të vërtetën. Ti duhet të kishe ditur. Çfarë problemi ka ai? Ai kur nuk do të bënte gjëra të tilla. Çfarë është puna me të? Ai me të vërtet ka humbur kontrollin. Ai u largua pa i thënë asgjë gruas së tij. Ajo po ecën përreth duke qartë. U mërzita nga ajo. Nuk mund ta adoroj më. Në rregull. Në rregull, do të telefonoj Jamanit dhe do të flas me ta. Ai do të vinë në shtëpi sot. Ai. Nuk po e ndjej më kurizin. Ai. Kaq pastër të shtvajs. Më lushin duart për bes. Feraja është njësoj si vjera e saj. Nuk do të dal nga dhoma e saj fare. Duhet të na kishte animuar. U lodhëm vërtet. Do të them diçka. Çfarë do të ndodhë sonte? Mendoj se kjo është qetësia para stuhis, më lejo të ta them këtë gjë. E kam këtë parandjenj. Ja, këtu po e shkruaj. Zoti Omer tha në rregull atëherë, askush nuk mund bëj asgjë. Aman, motër, të lutem. Gjithë ata gylsyet po vinë në shtëpinë tonë për të kërkuar dorën e vajzës. A do i shërbejmë thjesht biskota? Do të ishte vërtet e turpshme, të betohem. Unë do t'i them që ti në të shkoj të marr diçka. Çfarë ti them të marrë? Mos u shqetëso ti, do e pin kafen dhe do të ikim. Nuk do të hanë asgjë me ne. Po e bëjmë këtë që të paktën ta shoqëroj me kafe, për atë. Ndoshta zotri Ateshi do të haj. Dhe Andri Ateshi. Mirë, nëse do kishte disa gjete të mbushura me frigorifer. Kam bërë edhe burek, do t'jetë mjaftueshëm. Në rregull. Unë do t'i gatuaj diçka. Aman, shiko, aman. Ju keni bërë përgatitjet? Biskotat I keni vendosur me kujdes në tepsi. Çfarë mund të bëjmë vajzë, po përgatitemi për të pra. Bësh gati për ceremoninë, për të kërkuar vajzën. Po, nëse edhe ti do t'ishe paraqitur këtu me certifikat martese, do ta bënim të njëjtën gjë për ty. Nuk është faji ynë. E di çfarë je ti? Ti je një gjarpër. Larg qoftë, zoti madh. Në vend që të mendosh se mund të mërzitem, je ulur atje dhe më kritikon apo jo? Madje edhe hedh llafe. Ja, shikoj atë. Po bën vajzë, sa po e rregullova të gjithë shtëpinë. Si e rregullove, ë? Ja, këtu që nga fejesa juaj. Ajo është çmendur, të betohet. Ditja juaj. Ja, shiko, këtu është apo jo? Ndalo tash. Ju nuk do bëni asnjë gjë këtu. Ato do të vinë dhe do ta kërkojnë një bekim dhe do përfundoj. Betojmë se do të bërtas për ndihmë. Aman, thuaj diçka vajzës tënde të vogël? Nesrin apo I vije era burekut? Ha? Kontrolloj atë tani. Duhet të bësh edhe sallat pastaj. Do ta bëj. Edhe atë do ta bëj. Shikoj rëmujën. Nan. Thuaj diçka. Nan. Nan? Ja. Lehi ato! Hini të gjitha ato! Çfarë po ndodh, hallë, apo grinden ato? Jo, shpirti hallës. Ata vetëm po flasin me zë të lartë, duhet këtë rënë diçka në tokë. Ti shikoje këtë? Unë do të shkoj tash dhe do të kthehem. Mos ke frikë. Në rregull. Çfarë po bën ti? Ti ende je duke I mbledhur atë? Nën, apo përpiqesh të më çmendesh mua? Thuaj diçka. Thuaj diçka, nën. Unë kam qenë pranë teje për kaq shumë ditë dhe ti nuk më shikon as të fytyrë. A vërtet, kaq shpejt fillove të më uresh, nën. Edhe Jamani nuk është në shtëpi për ditë të tëra. E kam thirrur, nuk përgjigjet. A nuk e sheh se çfarë po kaloj? A nuk të vjen keq për vajzën tënde? Nën, të lutem, thuaj diçka, bëj diçka të çmendem. Ti çfarë je duke bërë aty? Apo na dëgjon fshehur azi? Mos u bëj budallaqe, Alena. Ti po vërtet me zë të lartë reni u trem berda të them të heshtësh. Aha, sigurisht. Ke ardhur të më shohësh duke qarë dhe do të kënaqesh, edhe qëndroj aty duke na dëgjuar. Unë nuk kam asnjë problem me ty. Sigurisht po. Çfarë problemi mund të kesh me mua apo jo? A je e lumtur tani apo jo? Po martohesh me Ateshin? Hiqe dorën nga unë, çfarë po thua? Unë po them se e kuptoj shumë mirë se çfarë po përpiqesh të bësh Feraje. Por unë nuk do ta lejoj. Se par jam unë, jam më e rëndësishme. Në rregull, Alena. Le të jetë ashtu siç dëshiron ti. Unë mendoj se duhet të shkosh në rezidencë dhe të qetësohesh pak. Çfarë të intereson ty? Unë tashmë jam e qetë. Shko në dhomën tënde dhe mbyll derën. Dhe mos dilçi aty. Më shiko mua, zgjidhi fjalët e tua. Unë nuk dua të grindem me ty. Feraje.
Shko dhe bënu gati. Do të bëhesh gati? Shko tani që të përgatitesh me njerë. Do e rregulloj fetun. Çfarë të intereson ty Feraje? Çfarë po ndodh nën? Vajza jote jam unë. Ti duhet të kujdesesh vetëm për mua. Të vdekurit nuk mund të mbajnë përgjegjësi. Çfarë duhet të bëjnë nëna jote e varfër? Si mund të ngrihet nga vari dhe të të ndihmon ty? Nën, të lutem. Shiko, nuk më qej se sa jam e shkatruar. Nuk mund të flas me Amanin për ditë të tëra. Nuk e di nëse do të kthehet në shtëpi apo jo. Të lutem, thuaj diçka. Shko dhe pyete nënën Gylfem. Ajo do të ndihmon ty. Nën. A nuk të lejon edhe ajo në dhomën e saj ty? Më kat. Atëherë duhet të shkruash një letër në nënës Gylfem dhe hidhe në nderën e saj. Ti e dëgjon atë? Ajo do të tregon se çfarë të bësh. Jem në dieni për këtë Feraje do duket shumë mirë. Çfarë ndodhi me ta? Apo qana jo, apo? Ai Hazal, më ndihmo pak. Zemër, janë vetëm 3 fustane. Pse po kërkon ndihmë nuk e di, nuk e kuptoj dot. Jamani e di që e mërzitur me nanën, por asa ajo nuk ndihet mirë. Ajo nuk ka dalë nga dhoma e saj, nga ajo natë. Mos u mërzit vëlla. Gjithashtu sot është një ditë e rëndësishme për mua. Do të jemi lumtur nëse do të ishe me mua. Jaman? Me mëngjesi birë. Eja, mëngjesi është gati. Rregull, dha. Hajde. Do të shkojmë për peshkim pas mëngjesit. Sot do të kthejmë në shtëpi unë, Gjexheriza. Do ta bëjmë një herë tjetër. A ndihesh më mirë tani? E mblodhe veten pak. Mirë jam. Më mirë ndihem. Babaju yt i ndjer sa herë që ndihe keq, vinte në këto male për të më parë mua. Nëse ke nevojë të ndash diçka, eja, jam gjithmonë i lumtur të shoh. Je gjithmonë i mirë pritur. Nuk mund të pyesja para Xhemiles. Ne e pam atë fanatike në Alena gjatë rrugës për këtu, ajo po qante. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Jamani nuk gjendet askund. Kjo është arsyeja pse ajo është e mërzitur. Mos vallu grinden ato të dyja. Nuk e di. Por Alena nuk dukej sikur ata thjesht kishin një grindje. Unë mendoj se Amani do ta divorcojë së shpejti atë dhe do të ndahen. E ti pse e ka që lumtur, vajzë, më trego? E dashur, ne po bëjmë një vëzhgim këtu. Gjithsesi, ajo që unë vërtet pyes veten është Ateshi. Si u zhvilluan gjërat me si u shpirt? Ndodhi diçka papritur. Na thuaj të vërtetën, a e do vërtet atë? Apo je ti duke u hakmar ndaj Amanit? Damlla, mos i bëj presion vajzës. Ajo e do atë, prandaj edhe martohet. Dhe një herë mos e përmend me emrin e Amanit. Ka mbaruar ajo çështje. Sigurisht, Jamani dhe Feraje kanë mbaruar. Atëherë hajde, le të shohim fustanet. Po. Nuk ka nevojë, Hazal vërtet nuk ka nevojë, përbes do të zgjedhim diçka nga këtu. Jo e dashur, ne sollëm fustane shumë të bukura, unë nuk pranoj kundërshtime. Shiko, edhe unë kam veshur një fustan. Le të shikojmë thesaret e mia, urdhëro. O, çfarë është kjo? Është shumë errësirë, prit.
Shikoj këtë. Shikoj, shikoj. Kjo është shumë e bukur. Provoj këtë. E shkëlqyer. Wow. Shiko. Çfarë ndodhi? Dukesh vërtet I pashëm ti. Vërtet po? Sigurisht. Edhe ti dukesh bukur, kjo ngjyrë të shkon mirë. Faleminderit. E mirë. Po, mirë. Mirë jam. Ilaçet apo I merr? Mirë fjalë, në rregull. Nuk janë ëmbëlsira, mirë dije. Mirë, në rregull. E janë të shkojmë. Nëse jeni gati, le të shkojmë. Gati jemi, por a do shkojmë vetëm ne 3 si ushtar? Unë fola, nana juaj do të vi së shpejti. Ti merri ato nga tavolina. O, vëllaim, mere këtë dhëndër. Mos bëj shaka e tani. E vëlla, a mund ta mbash unazën e martesës? E ke seriozisht? Çfarë ndodhi? Do të veshësh fustanin që ke veshur në funeralin e babait? Po. Sepse po ndjej të njëjtën dhimbje që ndjeva kur vdiq baba yt, kështu bir. E janë atëherë. Nëse shfaqja mbaroj, le të shkojmë. Jepi në stënd e bijuterit. Ajo si vjehër, do t'ja vendoj. Nën? Mirë, do ta mbaj unë këtë. Ua, a do të shkoni pa mua? Menduam se ishe në shtëpinë e shërbetorëve. A mundet ashtu çfarë pune kam unë atje? Unë jam nusja e parë e kësaj shtëpie. Do vi për të përfaqësuar familjen. Nën, mendoj se duhet të ecësh ato syze. E thash se do të jemi brenda, pastaj përbëj si të duash. Trokit. Mirë se erdhët, zotëri. Mirë se gjetëm vajzë e bukur. Për ty. Shumë bukur dukesh. Urdhroni ju lutem. Mirë se vini. Mirë se vini. Mirë se vini. Mirë se vini. Na keni nderuar, është kënaqësi. Urdhroni hyni. Si e? A je mirë? Mirë, faleminderit zoti Omer. Urdhroni të lutem.
ndodh? Ai duket i mrekullueshëm. Çfarë po thua, hesht Ai është shumë i pashëm. Prit e dashur, kjo është ajo që do të thotë jesh në 10 e parë. Më lërt të pus një herë, pastaj do të shkoj sa më mbar. Të lutem. Nuk jam në humor për shaka tani. Le ta shërbejmë kafen dhe të mbarojmë. Ti ke rëmbyer një djalë të pashëm. Çfarë qëndrimi është ky, nuk të kuptoj. A, damla, lërete që e të vajzën, mos më bëj pishman që të solla. Kam filluar të zemrohem, vërtet. Të lutem, dalo. Përse je tensionuar? Apo fshini diçka nga unë, po? Damla, unë tani jam pak nervoze. Natyrisht jam e emocionuar. Pra të lutem, rije qetë ti dhe më ndihmo mua. Në rregull? Mire, dashun. Okej. Mirë, ju kujdesuni për pjesën tjetër, të ta hap derën. Nuk do të më lësh mua që të hy. Përse erdhe? Mund të largohesh, Yaman? Kam ardhur këtu për vëllain tim, a nuk është shumë normale kjo? Përshëndetje të gjithëve. Unë jam pak vonë, më vjen keq për këtë. Shpresoj nuk më ka ikur asgjë. Jo, as pak. Mirë se erdhe, është kënaqësi për ne. Urdhëroni uluni. Edhe ulu bir. Ai dashur. I dashur? Ku ke qenë? Ishe larg që kaq ditë, isha shumë e friksuar. Po. Vajza ju te ja kapi dorën. A nuk ishte zhdukur prej ditësh? A duhet të ketë një qëndrim apo jo? Por jo, ja kapi dorën me njëherë. Turpi mas të përbes. Feraj, shpirt, mledhe veten. Merë frym. Hajte e dashur, futu brenda. Po si kur të bëj diçka? Ai nuk mund të bëj asgjë me gjithë ata njerëz atje, mirë? Nuk mundet. Hajde të lutem. Hajde vajz, kafeja po ftohet. Eja motra ime e bukur. Edhe kafat erdhen. Vajz, sillni edhe çokoladat e dhëndrit. Faleminderit vajza ime. Ju bëftë mirë. Faleminderit bi. Të bëftë mirë, baba shpirt. Faleminderit. Faleminderit. E mirë. Mirë jam. Faleminderit.
Arsyeja e vizitës sonë është e qartë. Zoti Muhsin, nipi im e do vajzën tënde. Feraje u rrit në duart tona. Ajo është një vajzë e respektueshme, e ndeshme dhe punëtore. E shoh të përshtatshme për familjen tonë dhe jam dakord për këtë martesë. Tani, me urdhërin e Zotit dhe sipas fjalës së profetit, vajzën tënde Feraje e kërkoj për nipin tim Ateshi. Faleminderit, zotri Omer. Ata e dua njëri tjetrin. Lumturia e tyre është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Pra, unë u auroj më të mirën, tani e tutje. Qoftë për fat. Pasi është ashtu, hajde ma pull dore nusja ime e dashur. Faleminderit. Gylfem, më jep unazat. Ashtë, pra. Me leje, gjysh. Para se të vendosim unazat, unë kam disa gjëra për të thënë. Vazhdo. Na thuaj birë. Ne po dëgjojmë. E gati ja filloj val. Mendoj se duhet ja kishim thënë që në fillim apo jo. Apo dëshiron ti të tregosh atyre? Jo. Nusja është në siklet. Atëherë po filloj unë. Ne prej kur njihemi, kemi dashur shumë njëri tjetrin. Ka një lidhje të ndryshme mes nesh. Ne jetuam shumë gjëra së bashku. Kemi shumë kujtime në çdo pëllëm të kopshtit të kësaj rezidencë. A nuk është ashtu, Feraje? Po, nuk e dija që ishe ka që afërt. Sigurisht, është shumë normale që nuk e di ti. Ne kur më mbaruam shkollën fillore, ti shkove në gjimnast në Stamboll atëherë, dhe më pas u regjistrove në një universitet dhe qëndrova atje disa kohë. Ti kur nuk e qenë këtu me ne, vlla? Ke të drejtë, ja vërtet. Unë nuk kisha baban dhe Feraja nuk i kishte nënën. Kështu që ne luajtëm lojra në mendjen e fëmijëve tanë dhe ngushëlluam njëri tjetrin. Pastaj mora këtë unaz Safiri dhe shkova tek Feraj. I thash që kur të rritem do ta vendos të unaz në gishtin e gruas sime. Të kujtoj që të pëlqeu shumë po? Po. Pastaj nëna ime e pa dhe a hoqi atë që të mos u mbiste. Ajo tha se është e drejta e djalit të madh në familje. Unë parafej, për të mbajtur premtimin tim të fëmirisë, përsëri unazën e mora fshorës nga sirtari nënës sime. Po kur
Mësova se Feraje po martoj me vëllaun tim, hoqa dorë. Safiri tash më ka zgjedhur pronarën e tij. Ti e vodhe zemrën e vëllait tim? Ti e meriton unazën e Safirit, Feraje. Është trashëgimia e gjyshës sime të ndjerë. Brez pas brezi, ata e mbanin gjithmonë nusit e familjes. Gylfemi nuk e vuri shumë, sigurisht. Vajza ime e bukur, të lutem, kur mos e hiq të unaz nga gishti. Uroj që kjo unaz që sjell fat. Të uroj dashurit e përjetshme dhe një jetë të pegatë. Me jep dorë. I uroj gjitha të mirat. Të përuroj. Faleminderit. Faleminderit që erdhe. Ata do të vënë re. Merë frym, thjesht merë frym thellë. Faleminderit. Ata ishin thjesht fëmijë, por tani janë rritur. Më pull dorë. Faleminderit gjysh. Qofshi lutër. Më kujto sa herë që e shikon këtë unas. Mos haro kur se kujt i përket kjo. Megjithatë nuk do të bëj të harosh. Ne sapo kemi filluar. Ditën e mirë. Pa çfarë zotri, faleminderit që erdhët. Faleminderit që tin. Faleminderit. Mund të hapësh derën e kopshtit? Shkallët janë shumë të lodhshme. Hajde hynë brenda tashma, rregullo vendin atje. Në rregull. Çetin, eja brenda kur të kesh mbaruar. Vëlla, hajde, duhet të të rëmbejmë edhe ne. Si po mendoni? Prisni një minutë. Pra kjo është e gjitha? Të gjithë do shkojnë në shtëpi. Unë mendoj se meritonim një fest. Vëlla, të mos i fusim njerëzit në hall. Ndoshta ata kanë planet e tyre. A nuk mendon? Nuk duhet i fusim njerëzit në situatë të tillë. Ju me siguri keni plane apo jo? Jo,
Në fakt, ne mund ta bëjmë ata. Eja të shkojmë të gjithë. Po, shumë ide e bukur. Më lejoni unë të gjithë vendin. Në rregull. Pas darkës, pastaj mund të argëtohemi ne, Unë edhe Hazalja jemi të ftuara? Sigurisht. Haj, atëherë unë do të shkoj në shtëpi dhe po përgatitem. Kam shumë emocione. Eja i dashur. Shihemi së shpejti. Duhet të flasim, jo në rezidencë, eja të rënojat. Çfarë të them për atë që kaluam tani? Jamani është shmendur tërësisht. Nuk mund të të ngushëlloj tani, sepse me të vërtet edhe unë kam frikë të herë. A e di se çfarë më tha në vesh ai mua? Ai më tha që të mos të harroj se kujti për kas sa herë që e shikoj këtë unas, edhe sa ai nuk do të më lërë kur të harroj gjithsesi. Se ne sapo kemi filluar, më tha. Ai po silli si një psikopat tani. Kjo nuk mund të vazhdoj. Dikush duhet ja tregoj vendin atij. Hazal, mos u bëj çesharake, mos fol marzira, ja ulu këtu. Unë nuk dua që ti të bësh asgjë. Vajz, shiko, ai vazhdimisht të streson, por ai mund të djegë anijet në çdo kohë. E po? Ke të drejtë, por nuk kam zgjidhje tjetër veç se të duroj. Ne folëm për këtë, Hazal, po të ishte në duart e mia do të ikja nga këtu unë. Nuk do të kisha luftuar në këtë ferë unë. Nëse me të vërtet ai bën diçka unë duhet të mendoj se çfarë të bëj atëherë. E dashur, si do ta durosh këtë? Hë? Ai do të përpiqet të lëndoj sa herë që jepet rasti. Më lëndoj ai mua? Ai njeri ma ka rëmbeur zemrën mua. Ai më vrau mua. Nuk mund të bëj më shumë. Ti mos u shqetëso për mua, vetëm se jam tronditur pak atje. Unë mërzita shumë. E po të paktën të mos shkojmë në atë darkë. Thuaj ateshi se ose mura apo diçka tjetër. Edhe për sa kohë do të duhet të ikë? Ai thjesht do të vazhdoj më shumë. Çfarë drejçim po bëni këtu? A nuk do të ngriheni dhe ta ndihmoni Nesrinin? Ajo thjesht u përpoq të më bënte të lajë të gjitha pjatat. Ajo nuk do të na lërë të shkojmë nëse nuk i rregullojmë. Moto, çfarë drejçin ke? Ha? A nuk ishe ti tashmë atje? Nuk mund të kuptoj nëse mund të përballosh 2 minuta. Ne po përpiqemi të mbledhim kokën këtu. Ai ju lutem mos e egzagjeroni. Ti e njeh Jamanin. Ai thjesht bëri një shfaqje të vogël. E di, ai është gjithmonë pak i çrregullt. I pëlqen të argëtohet kur i jepet rasti andeja. Po sikur dikush të më merrte trurin mua dhe unë thjesht ta ndesha duar kryq. Më tha e diçka Feraje? Damlla të lutem, nuk jam në humor për shaka tani. Çfarë lloj personi je ti? Cili njeri e bën këtë? Si mund t'ja bëj një gjë të tillë? Si mund t'i thuash vllau tim, Feraje bëri atë dhe atë? Ti shkon atje dhe acaron, pastaj vjen tek unë dhe më thua që ta qetësoj. A je ti një manjak apo çfarë? Unë nuk u përkeqësova Jamanin, thjesht i tregova se çfarë po ndodhte. Unë nuk gënjeva, ajo kishte lidhje. Doja që ai të shihte fytyrën e saj të vërtetë. Për besurime. Të lumt shumë. Falte, ai pa fytyrën e vërtetë të Ferajës, tani vëllai im thot,
Nuk ja vlen. Unë do të ndryshoj rrugën time. A jetë shmendur apo çfarë? O, zot, ti po mos provon shumë keq me këtë grua. O, zot, Dhe pyesa vetëm pse ky njeri nuk përgjigjet. Pse nuk përgjigjet? Pse ai nuk më thot mua as... Gjithsesi, gjej një mënyrë për të bindur vllain tën tani. Ateshi nuk duhet të mësoj për të kaluar e Jamanit dhe Ferajës. Arsye? Arsyeja. Po? Pse mendon se e bëra unë gjithë këtë? Për të bërë vajzën time të lumtur. Çfarë ndodh nëse Ateshi e merr vesh? Alena gjithashtu e merr vesh. Nëse vajza ime është e pakënaqur, do ju lëndoj që të gjithëve. Do t'i tregoj gjithçka Ateshit se çfarë ndodh. Shko thuaj. Thuaj ati çfarë të duash. Vetëm mos ma testo durimin tim. Le të shohim. Çfarë do të bëj vëllai Atesh kur ta marr vesh që po më kërcënon? Do të thuash se bora hyri në shtëpi dhe i vuri një armë në kokë Jamanit. Dhe këtë e bëra për të mbrojtur vëllain tim. Dhe e bëra këtë për ta mbrojtur vëllain tim. A kështu mendon do ta bindesh? Ndoshta do ta bëje. Por çfarë ndodh me Melihun? Çfarë bëri ai? Melihu, ai vdiq për shkak të marrëzisë tënde. Mos më fryso mua duke u përpiqur ta letososh vetën. Ti ishe ajo që e çoi drejt vdekjes Melihun. Dhe ti ishe ai që tërhoqi këmbëzën. Jamani nuk e di për Melihun. Çfarë do të mendonte ai për atë që e bëre ti? Histori e gjatë shkurt. Ti i ai në gojën e Luanit. Asgjë nuk do më ndodh mua. Mendo për delet e tua tani, djalli i vogël i keq.